Qeveria shqiptare nuk do të rrisë çmimin e energjisë këtë vit. Garancia është dhënë nga Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri në emisionin Debat Plus. Sipas Gjiknurit, njësimi i çmimit të energjisë që mendohej se do të bëjë në muajin qershor, do të shtyhet. Gjiknuri ka theksuar se çdo reformë që qeveria do të realizojë në sektorin e energjisë nuk do të rëndojë buxhetin e familjeve në nevojë. Çfarë do lloj skeme që shkon drejt reflektimit kostos nuk do të prek familjet e thjeshta. Do të thotë që qeveria në çdo moment dhe në çdo kohë, pavarësisht nga skemat që propozohen, qoftë duke i qëndruar skemës aktuale, nuk do të rëndojë faturën finale të qytetarit. Megjithatë, Gjiknuri ka bërë të qartë se do të ketë masa të forta për të gjithë ata që nuk paguajnë energjinë elektrike. 6 mujorin e dytë të këtij viti, asnjë qytetar nuk do të mund të bëjë kualidimin e makinës nëse ka fatura energjie të papaguara dhe asnjë biznes nuk do të mund të fitojë tendera nëse nuk paguan energjinë elektrike. Nuk mund të ketë firmë debitore që të marrë tender publik, se kjo është absurde. Nuk mund të ketë firmë që kërkon koncesione dhe nuk paguan energjinë. Po punojësit e administratës shtetërore. Punojësit e administratës shtetërore nuk paguan energjinë dhe rrin punë të shtetit. Ministri i Energjisë Gjiknuri ka bërë të ditur se gjysma e dytë e vitit 2014 do të jetë edhe momenti kur do të marrë zgjidhje konflikti me kompaninë çeke ÇEZ që ka nisur që në vitin 2013.